Gjakovës, po I lidhim drejt për drejt me njerë Blerimin duke e përshëndet edhe duke I uru mirë se ardhje po ashtu. Në jeta sot është kënaqësi me pa vendet tona në për Kosovë, kështu sidomos kur flasim për zanatlint, për zanatet e vjetra. Duhet të përmendim që fatkeqësisht janë në shuarje, po mirë kur e ndrojmë vendin, mirë kur dalim pak prej Prishtinës. Blerimi po besoj që na dëgjon, edhe po juroj mirëseardhje si mysafir I parë I jeta sot. Blerimi mirëmëngjesi, edhe faleminderit shumë që përveç mirëmëngjesi nga Gjakova bukur. Në diell. Faleminderit shumë që je bashkë me ne sot. E bëm kështu qëllimisht që ta shohim pak qarshin e vjetër Gjakovës, një pjesë të bukur që besoj edhe qytetarëve të krejt vendeve I mungon realisht. Apo na I tregon pak edhe me pamje, po sot si nisë mëngjesin Po të tregoj edhe me pamje. Po. Këtu jem tyrek në qarshin e madhe, e cila është njoftër që ma gjata në Ballkan. Rrugët e saj janë me kaldram vazhdojnë të jenë, ka qenë një qendër tregtare shumë e madhe, që vazhdojnë të jetë ende, po jo aq e madhe sa ka qenë, se këtu ishin dikun rreth 300 deri në 500 dyqane të zejtarisë në mos gabofsha. Ka monumente të ndryshme, është vend që ja vlen të vizitohet, për çdo çmim vlen të vizitohet qyteti Gjakovës, sepse kish ka me pa, kish ka me asi. E vërtet. Po nëse e kujton ndoshta vite më parë Blerim se edhe tash po mendoj prej kohës kur vetë po punoj, e kam pas mundësi me shku në Gjakovë disa herë, të paktën këto dyqanet I kam pa të hapuna, kam pa pak ma shumë gjallëni, tash po e shohim që është gradualisht duke shku çdo zanat thujse në shuarje sipër, sepse kemi shku në atë botën moderne, pak to I kemi lënë anash. Qyshe e kujton ti gjallëninë e mahershme të Gjakovës, qarshis vjetër? Ardion, Gjakova ka qenë pikë e gjithë Ballkanit. Do më thonë, kjo pjesë ka qenë pikë e gjithë Ballkanit, ka qenë një qendër tregtare shumë e madhe, e cila lufta boni të veten, e shkatroi këtë pjesë komplet, po fatmirësisht ka fillu të ndërtohet dhe u ndërtu beg I mirë, edhe jenë kthy zejtarët, disa vazhdojnë ende që të jenë të gjallë, edhe pse e ruajnë me fanatizëm, sepse qyteti I Gjakovës është I njohur edhe për kulturën që ka, traditën që e mbron me fanatizëm, dhe më thonë jepim shumë rëndësi, edhe pse është kombinuar tash me modernizim, po prapë vazhdon të jetë t'i ka gjurmët e asaj traditës së vjetër, të cilat edhe gatimet janë ende vazhdojnë të jenë ato tradicionale, që mund të shijojnë gjithandej që janë hanet e tjerë. Dhe më thonë, është një vend që vlen të vizitohet me një fjalë, sepse nuk zhgënjet. Kush do të viziton Gjakovën, ka shka me pa. Pa tjetër, sidomos në vikende, mundohemi shpesh me ju thonë shikuesve që mos qëndrojmë vetëm brenda, të largohemi pak prej teknologjisë, kemi aq shumë qytete të bukura, aq shumë vende të bukura, po ashtu dhe fshatrat, sidomos. Kur jem të fshatrat, e kam pa edhe një prej fotografive që ke postu sfundi Blerim, e që është bë pikërisht në fshatin ku e ke ndërtu edhe shtëpizën, atje po I kalon vikendet, kemi qenë bashkë besa për emision që e kemi realizu. Tregon pak çfarë ndjesie t'jep ti vizitosh vendet e Kosovës edhe të arrish përmes përmes fotografive me pasqyruar atë çka kemi në Kosovë. Ardion, une edhe ti kem njëjtin mision me sa Ardion. Ti je vetëm njëri që e bën promovimin, dhe më thonë, gjithmonë I kem pas dyrë të hapë, jo vetëm unë, po gjithë ata që e dojnë vendin. Edhe, dhe më thonë, malet, kem shka me pa. Ta shti ka hinë 3 pak koha ma mirë për malet, sepse dikur nuk ishin shumë të vizituara, tani janë më të vizituar, po për me vizitu malit duhet me javë kriju dhe kushtet. Unë jam shku në atë mënyrë që ta kem një pik qëndrim, piquja ashtu, që sepse gujda fotografike, cilën unë e përpunoj, ka nevoj shumë që tjetë dikun një pik, sepse pajisit e bojnë vetën, cilat I din të shumë mirë se sa llojet pajisjev duhet e gjana, duhet një vend ku t'i lojnë. Edhe atë, ai ka qenë qëllimi pse e kom bo atë vikendit. Dhe më thonë, këtu çdo fundjavë dalë me njerëz të ndryshëm, edhe pse ende nuk është aktivizu shumë ashtu se unë e kam dëshirë, po shpresoj që në të ardhmen do të vizitohen gjithë tritet të vizitojnë, sepse fotografia e botës egër është një gujë e re në Kosovë, që s'ka qenë më përpara,
tani jam të luftu shumë që ta shtin në Tran. Që të kanë mundësi të rritë të vizitojnë të vizitojnë vendet të ndryshme, bukurit ndryshme natyrore që i ka Kosova, që janë të papane deri tash. Domethënë nuk kanë qenë shumë promovune. Ne jam ka luftojmë shumë në drejtim që ta promovojmë vendin tonë sa të mundem, në mënyrën më të mirë të mundshme. Ka tash familje Blerim, mundesh lirisht me ndalë se po shoh që ke boru pak ma gjatë për na i tregu këtë pamjet e Gjakovës bukur, po e shohim pak edhe që është qetë, sepse është edhe në mëngjes, po ka raste kur për shembull mbledhen familje edhe vendosin që vikendin me kalu në natyrë, të kontaktojnë, ke dëshirë që ti kesh aty edhe natyrisht, unë e di që edhe i përgatit edhe ushqimet që i përkasin taman natyrës, edhe fotografi, po tendat e gjitha këto bashk në një. Po, Ardion, unë këmë po një kujt javore, cila quhet fundjava me blerimin. Dhe më thonë, mundet të gjitha moshat nga 5+ fëmijët, e deri në më të vjetrit, të cilët kanë met pak më të padalen, si që mendojnë, sepse nuk përmerët shumë kush edhe me të vjetrit, se dhe ata kanë dëshirë që ta vizitojnë natyrët të ndryshme, kështu që e kanë këtë mundësi me mu që kanë dëshirë pa limit. Ne kem pa limit, dhe më thonë, pa orar, pa adresa, me pejsazhet ndryshme, me knesi, me gatime, që i bëjmë direkt aty gatimet, aty për aty i bëjmë gjithë se bashku, dhe besoj që kalojnë shumë mirë. Me një fjallë të aprovojnë. Po, pa tjetër. Blerim, faleminderit shumë. Kënaqësi shumë e madhe që të patëm sot në studio kështu përmes këtij komunikimi direkt prej Gjakovës bukur. E nuk e di çu ke planet gjatë ditës, a duhesh me dalë diku natyrë, si të shfrytëzosh? Jo, të pas përmbytje këtu në qytetin tonë ose në pjesë të ndryshme të Kosovës ka unë operoj, siç është Prizreni, Gjakova, Deçani, Uniku, Peja, dhe ka qenë javë jo e mirë për mu. Por tani shpresoj që të heken këto probleme dhe të vazhdojmë tutje prej fundjavës, prej shtunës, kësmet e tutje, që me s'kem pengesa madhe, dalim të shijojmë natyrën ashtu si që ka hije. Po, e vërtet, pikërisht edhe për këtë, vetëm pas pak do të kemi një lidhje tjetër drejt për drejt, sepse mëngjesi kërkon pak edhe informacion, kështu që e dim se sa vështirë ka qenë këto ditë për ne dhe në përgjithësi për disa prej komunave të Kosovës. Uroj që të takojmë prap edhe nga vendet e mrekullueshme që ne i kemi, e di që do të jesh pjesë e jona. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për juve. Të uroj ditë mbar. Gjithashtu edhe juve, mirë pafshim. Faleminderit Blerim shumë. Me qdashër kemi full bashkë me mikun ton, Blerim Gjoci, i cili është fotografi botës e egër, ndërka që po e bëjmë një shkëputje të shkurtër me një këngë. Unë ju thash edhe ma herët. Sot është dita e parë, ne po të takojmë kështu për të tregu pak edhe konceptin e emisionit. Thash në fillim që do të kemi mundësi përveç bisedave këto që do të kemi në studio, e po pretendojmë